إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, pajtimi ulemave të dinit Allahut subhanahu wa ta'ala e shohin që rruga më afërt që të afrosh të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të hish në xhennetin e Allahut është adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, se Allahu kur i ka lëvdruar pejgambert Allahut të dërguarit që i dërgoi Allahu subhanahu wa ta'ala, thot wa kanu lana abidin. Ata ishin rregullisht që e adhurojshin Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thotë se njeriu arrin xhennetin e Allahut, arrin knatësinë e Allahut kur robi i nënshtrohet e adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është rruga e gjithë pejgamberëve të Allahut. Kjo është rruga e pejgamberëve të cilët ato çdo pejgamber që ka ardhur në popullin e tij ka thirr popullin e vet që të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye Allahu krijoi krijesat. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa ta'ala boni obligim. Se Allahu subhanahu wa ta'ala thot وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Allahu subhanahu wa ta'ala thot nuk I ka krijuar e gjinat as njerëzit përveç se me I bë ibadet Allahut, me adhuru Allahun. Balli jon me ran sejdë Allahut subhanahu wa ta'ala. Në veprat e mira me I shtu për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu nuk ka nevojë për furnizim. Allahu nuk ka nevojë për ushqim. Allahu është krijuesi I tokës dhe I qiellit. Kurse udhëhecit në këtë dunja janë materialista, janë ata që kërkojnë të fitojnë, janë ata që kërkojnë që të ushqehen dhe të veshen, kurse Allahu subhanahu wa ta'ala thot nuk duar për jush furnizim as ushqim. Çka don Allahu subhanahu wa ta'ala? Allahu don që ne të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Çdo pejgamber që e ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala në popullin e tij, ato kanë thirrë dhe kanë thonë la ilaha illallah. E kanë thirrë popullin që të adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala, por jo adhurim me teori, vetëm me fjalë, por me vepër dhe punë, që atë që beson ti me gojë ta zbatojsh me gjymtyr tuaja dhe me bindje që e ke. Kjo është definicioni I imanit, me besu me zambar, me shqiptu me gojë dhe me zbatu me vepra. Vëllezër, njeriu aq më shumë ibadet që I bën Allahut, aq më shumë që I nënshtrohet Allahut, aq më afër është Allahut subhanahu wa ta'ala, aq më shumë I ngritën pozitat dhe gradat në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Selefi të parë ton, Khalifët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, janë kanë që edhe ata I kanë matë njerëzit sipas veprave dhe sakrificës, sipas adhurimit që kanë bën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, khalifja I dit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në çdo vit bojke një konferencë, I të bojke burrat e mëdhej dhe prezantojshin njerëzit te derat e porta Omar ibn Khattabit, që atë të jepet leje që ata të marrën pjesë në konferencë dhe atë të shprehin idetë e tyre dhe mendimet e tyre apo jo. Por Omar ibn Khattabi
kishte disa kritere që ai kush meriton të hijen në këtë konferencë. A do të hijen çdo kush apo jo? Omar ibn Khattabi një ditë i thot rojës së vet, këshir kush o të porta, këshir kush janë të derë që duan të futën brenda në konferencë, se të Omar ibn Khattabi ishin ato 10 përgëzuarit me xhennet, që u futsin të partë, e pastaj ishin ato që kanë marrë prezantuar në Bedër, në luftën e Bedrit, e pastaj shikojke kush vinë të tjerat. Do thot me etapa, ata që e meritojnë, ata të cilët i nështrojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, kthehet rojtari dhe i thot, ja emirul mu'minin, të porta është duke pritur Abu Sufjan ibn Harb. Abu Sufjani, i cili ishte më herët në pozitë të lartë, ishte për një fisin, për një kabile që kish autoritet dhe famë. Tha në regull, tjetër kush është? Tha Sahel ibn Amr, ligjëruesi i gjithë arabëve, në regull. Tjetër kush pritte të dera? Tha po ishte në Harith ibn Hisham, në Harith ibn Hishami, do thot njerëzit që kishin famë dhe autoritet të Kurejshat. Kish dikush tjetër tha që pritke? Tha po, ishte tha Bilal ibn Rabahi, po, tjetër Suhejb Rumi, tjetër Selman el Farisi, tjetër tha ishte Ibn Mes'udi. Në regull, cilët ishin kriteret Omar ibn Khattabit? Ndalë dhe i thot, shko të dera dhe thuaj në të hije Bilali. Bilal el-Habeshi, një zezak, etiopian, i zi, po i pët leje të hijet para Abu Sufjanit, para Sali ibn Amr, para Harith ibn Hishamit, një njëri prej Afrike, një musliman, një fukara i dop, që nuk o Kureshi. Kur hirin brenda Abu Sufjanit ju prish qefi, qysh me shti dikant, kur Abu Sufjani, kush ka qenë Abu Sufjani, plus që ka pranu islamin. Por peshorja Abu Sufjanit me peshorën në Omar ibn Khattabin ndryshojke. Abu Sufjani matke me tjetër peshore, kurse Omar ibn Khattabi kishe një peshore tjetër. Sahli është shkon i zgjuat. Ligjëruesi arabëve i kanë thonë. Thot që Abu Sufjan, nga dalë, mos e vrit mendën, mos o mërzit, nuk është më rëndësi ne a do të him të dera Omerit apo jo. Sa kon ishtë zgjuat. Thot problemin, ja Abu Sufjan e kimi dikun tjetër. Thot fal, ja Sahel, thot problemin e kimi dikun tjetër atë ditë kur do shkojnë njerëz në xhenet dhe në xhehenam. Atë ditë kur do të thirrna, a do të thirrmi ne për në xhenet apo jo? Zot na prishet qefi sot, na pranon emirul mu'minin apo jo? Ne duhet të mbërzitna në ditën kur do dalmi për në xhenet dhe në xhehenam. E thot pse ja Sahel? Po thot e di pse. Thot se kur jena thirr në islam, është thirr edhe Bilali, edhe Suhejbi, edhe Ibn Mes'udi, edhe Salman el-Farisi, po është thirr edhe Abu Sufjani, edhe Sahli, edhe Harithi. Tha për këto janë përgjigj, ne s'jemi përgjigj. Këto kanë shpejtu, ne jena ngadalsu. Këto janë nështru, ne jena rebelu. Për këtë arsye prit tash. Prit, se këto janë përgjigj edhe ashtu si na ka thirr neve në islam i ka thirr edhe ta. Çka është faj tash që ne kemi ngel voën? Çka është faj që neve gjumi na ka dal voën? Çka është faj jonë që ne kemi ngetur mrapa? Për me rëndësi atë ditë kur do dalmi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattabi di kemi i vlerësuar njerëzit. Sa Omar ibn Khattabi e kujtoi Bilalin radiallahu anhu atë ditë kur ai ushtu në ushtri në zallë të nxehtë, atë ditë kur u gjujte me shtiza dhe shigjeta, atë ditë kur ju vinke guri i rënë në gjoksin e tij dhe i thoshin mohoje fejen e Muhammedit, ai thoke ahadun ahad.
Atë ditë në kur I kina bo pa drejtësi, ki ka thonë ahadun ahad, nuk ka tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. E kuptuar sepse I ka thonë le të hije Bilali? Për shkak se ai ka adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve hin në xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe e takon Bilalin dhe I thot ja Bilal, cila vepër të ka shti ti që të hinsh para meje në xhennet? Se I kanë dëgjuar trokitjet e nallëve tuja në xhenetin e Allahut. I kanë dëgjuar trokitjet e nallëve në xhennet ja Bilal. Thot ja Rasul Allah, nuk ka thirr ezani, se kam thirr ezani vetëm si I kanë fal 2 rekat mbrapa. Nuk kam prish abdes dhe kam marr abdes taze vetë se I kanë fal 2 rekat. A kuptuat se këto burra si e kanë marr famën? A kuptuat se këto burra ju kanë nënshtruar Allahut subhanahu wa ta'ala dhe kanë marrë pozit në dunja edhe në akhirat. Kështu I matke burrat Omar ibn Khattabi radiallahu anhu. As nuk I tha ja Rasul Allah kam dhon sadaka, as nuk I tha ja Rasul Allah kam fam, as nuk I tha ja Rasul Allah kam pozit, as nuk I tha ja Rasul Allah jam prej të parëve që kam pranuar Islamin, por tha unë çdo herë që kam prish abdes kam fal 2 rekat, çdo herë që kam thirr ezanin edhe kam fal 2 rekat. Do të thot fama e tij ishte devotshmëria. Autoriteti I tij ishte fjala la ilaha illallah. Mjeti I udhëtimit të tij ishte amantu billah, I kam besuar Allahut subhanahu wa ta'ala dhe në këtë rrugë do të eci. Në rregull, kjo është Bilali, ki meriton që të jenë në konferencë. Ki meriton që të jetë prezent në mbledhje ku do të marrën vendimet për një vit. Pastaj thot, kush ishte tjetër? Selman el Farisi. Thot le të futet mrenda Selman el Farisiu. E dini Selman el Farisiun? Selman el Farisi është kan prej Persia, I cili ka kërkuar hakin të vërtetën, I cili ka hik prej adhurimit të zjarmit, e pastaj të krishterët, e kështu me radhë derisa ka rënë në Medinë, për shkak se historia e gjatë, do të ka ardhur që ta takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me vite, me 10 vite ka udhëtuar Selman el Farisi, është shit pazar, ka punu rroktar, vetëm ta gjejë rrugën se si të adhuron të vetmin Allah Rabbul Alaminit, që koka ti, balli I ti mos të nënshtrohet krijesave, por të nënshtrohet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Selman el Farisi ishte vëllezër për njerëzive të devotshëm, për atyre që adhuroi Allahun subhanahu wa ta'ala pas Islamit, pas vllaznilllaku që jetojnë në Medinë, u ulshin arabët, u ulshin si njerëz çdo herë që ulna dhe kujtojnë atë të kaluarën, tipi I cili të fisje, ai I cili të fis, si cili tregon historinë e vet. Një ditë prej ditët duke biseduar, njëri duke thonë unë jam prej fisit Gatafan, ai tjetri jam prej Khuzaa, ai tjetri jam prej këtij fisit, ky tjetri prej këtij fisit. Selman el Farisi s'ka kon arab, persian I huj. E I thonë po ti, për cilit fisja? Ti gaje? Thot babi im është Islami dhe nuk kam tjetër, kur njerëzit mburën me Kaisin apo Temimin. Do të kur dikush mburët me fisin e vet dhe me kombin e vet, unë mburna me Islamin tim, me fejen time. Kjo është krenaria e vërtet. A mburmin e me Islam? A mburmin e me fe? A jemi krenar me këtë din që na ka dhuru Allahu subhanahu wa ta'ala? Sa herë na vjen marrë me u fal na për qendra tregtare? Sa herë na vjen turp me ndal kerin në anësh dhe me fal namazin, na ik namazi s'falmi? Sa herë na vjen turp me dal me grua apo me vajs apo me motor pse ka mbulesë? Patër ti s'kon e krenar. Nuk u krenoke me atë që e posedon me të shtrenjtën. Ai del pas një sent edhe nuk skuqet, edhe mburret, kurse ti ruan autoritetin tënd, familjes tënde, famën tënde, dinin tënd. Ti duhet të jesh krenar, duhet të mburrësh me atë që ke, se Allah të ka ndaruar me Islam, me fe, e për këtë të Omar ibn Khattabi
Nuk ishin njerëzit që u maçin sa janë të gjatë dhe sa janë të gjanë, çfarë pozite dhe çfarë fame ka, por te Omar ibn Khattabi u maçin njerëzit se si janë me devotshmëri, sa kanë frikë Allahun, sa i nështron Allahut, jo sa u frikën kamerave, jo sa u frikën dëshimtarve, sa devotshëm jemi bon si ka filluar sistemi në komunikacion, la ilaha illallah. Sa e devotshmëria është para kësaj. Për një kamerës, për 20 euro, për 30 euro, jemi duke friksuar, nesër xhanat dhe xhahnam. Besimtari, ke kamera, s'ke kamera, duhet të frikët Allah subhanahu wa taala, nëse e sheh që ai e shkel një normë prej normave të dinit të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë selefit, kur kanë marrë dhe i kanë vundu në për poste, dhe i kanë shikuar, kur i ka thonë ja emir, kur i ka thonë njëri prej të parve, ti dhe t'jesh governator i filan krajinës, ka thonë, më arsjetoj ja emirul mu'minin. Dhe më falë, nuk jam unë për atë pozit. Omar ibn Khattabi thot, ti dhe ta prenojsh këtë post, se unë të kam pa natën ti duke fal namaz dhe duke qartë që askush prej njerëzive nuk të ka pa. E kuptuat? Cila ishte peshore kriteri Omar ibn Khattabit me kon guvernator? Përgjec? Kurse nësë ndoshta i bujna disa vepra, mu duk të mirë të njerëzit që me marë autoritet dhe fam dhe pozit. A nuk është e vërtet? Do thot dyftyrsi. E Omar ibn Khattabi e ka shikuar, e ka pa, e ka zonë vetë natën, ku me një pozit ka konë që s'ka mundësi të shoh askush tjetër, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu ishte Omar ibn Khattabi që i zgjedh ke njerëzit për në takimin e tij, për në konferencën që e banke, në Arafat i mirë ke guvernatorët, emirat, komandantat e këtë vilajeteve dhe i qërtojke, i këshillojke. Një ditë prej ditëve ju thot, nuk ju kam dërguar, nuk ju kam bërë guvernator që ju ti mundojni popullin dhe t'ju i bëjepni gazet, por ju kam dërguar që t'jeni rahmet dhe mëshirë për popullin. Kishtë Omar ibn Khattabi radiallahu anhu. Njët prej nipave të ti ashkon Omar ibn Abdulazizi. Pasi që u ka zgjedh khalifi i muslimanve, ka pas një çadër, një vend që kanë hi njerëzit dhe i kanë bo për hajr, kanë hi knena, kanë dalë anën tjetër, dhe i thot Omar ibn Abdulazizi muzahimit, thot sot prej sot e tanej dhe jesh këshilltari im. Thot pse? Thot se t'kam pa, thot në shkretin, në kohën kur nuk lëvizin njerëzit, ti duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Sa njeri që adhuron Allahun që se shohën njerëzit në vetmi, ai është i devotshëm dhe i mirë. Ai cili bon punat që të shohën njerëzit, ai ka një lloj rreziki. E lusmi Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah të na bëjë prej tyre që ne adhurojmë Allahun kur s'na shohën njerëzit, dhe të jemi të drejtë dhe kemi frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, ashtu kur jemi në publik dhe ashtu kur jemi në vetmi. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të na dashuron adhurimin në zemrat tona. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahu Omar ibn Khattabi kërkon prej Salman al-Farisiut që të jetë emir guvernator i Kufës. Dhe e nis për në Kufa. Salman al-Farisiun hipën gomarin e vet radiallahu anhu. Njerëzit e Kufës dalën të apritin se po na vjen një kryetar, po na vjen një emir. Dhe e shohën me gomar dhe i thon o filan, helbet mos e ke takuni Salman al-Farisi se na e ka dërgu Omar ibn Khattabi që jetë përgjec i joni. Thot unë jam, thot mos u tall me na. Thot marrës jam të tallë, unë jam ai. Se këto ehlu Kufa, banorët e Kufës, janë kanë me persian të afër në kufi. E në persian të dynis që kanë pas
që kanë pritë udhëhecite me të pikat kuqe, me njësi të madhe të ushtrisë, njësi speciale, ku e di çka, do thotë punë më do të ordni mat shumë. E ja, Salman al-Farisi me gumarin e tij, zbret. A dhe dini se si ka vepru Salman al-Farisiu? Rrogën e tij e ka ndarë 3 pjesë, guvernator. Një pjesë e ka dhënë dhurat, një pjesë për veten, një pjesë sadaka. A e dini sa ka pas pasuri? Ka pas një hasër thuaj që e ka prit musafirt, gjykimi që ka ndodhur dhe që ka pushu vetë dhe u ka fal. Ka pas një enë për të pi, edhe për të marrë abdes, edhe për me hongër ushqim, dhe ka pas një shtak. Kur i ka ardhur vdekja Salman al-Farisiut, ka fillu të qaje. Atë ka thonë, pse po qanë? Ja, Salman al-Farisi. Pse po qanë? Ka thonë, po qaj se është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë që furnizimi i robit mos të jese më shumë se sa një udhëtar që ka me veti. Sa furnizimi ja Salman al-Farisi, një enë për të hongër, një për të marrë abdes, një copë për me gjykim dhe me ujë me pushu, një shtak. Sa furnizim kemi në sot? Ne kena për nipat e stërnipat. E Salman al-Farisi është frikë. O vëllezër, Salman al-Farisi nuk ka dash pasuri, se ka ardhur prej një familje, prej një babe që ka pas shumë pasuri. Salman al-Farisi ka kërku udhëzim. Salman al-Farisi ka dash shpirtin e tij ta mbushë me iman. Salman al-Farisi ka dash xhenetin e Allahut, se pasurinë e ka pas te baba i vet. Për këtë arsye njerëzit sot kanë nevojë për iman, për besim, për pare, për veshje, për rrjete sociale, për pozita, për fama, plot janë sot. Njerëzit janë të etur për iman. Njerëzit kanë nevojë me ja kujtu Allahun subhanahu wa taala, për këtë përcjellja gjithë dashamirëve, shokëve, miqve, kur takonin darka, ndreka, në takime, në evente, kujtojnë Allahun, kujtojnë se do të vdesmi, kujtojnë se një ditë të him vetë në varr, kujtojnë se kemi lindur pa asnjë send, do të dalëm prej kësaj dunjoje pa asnjë send, do të thotë se njerëzit kanë nevojë. Kush t'ja kujton Allahun subhanahu wa taala, nus Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhenetet e tij. Wa aqimus salat.